Kolegu Arsen Rusa ndodhet pranë SPAK-ut për të folur më gjerësisht çfarë po ndodh aty sot, dosja Veliaj, por edhe çështje të tjera. Arsen, përshëndes, çfarë po ndodh me dosjen Veliaj? Përshëndetje Sebastian, pritet që sot prokuroria e posaçme të vjesën për të çelur gjykimin e kësaj çështje. Palët kanë pretendimet e pavlefshmërisë të cilat do të vlerësohen nga gjykata, por ajo çka kuptohet paktën deri në këtë moment se proceduralisht mund të ketë një shtyre, gjithsesi prokuroria thotë se hetimet janë të plota dhe provat që ajo ka gjetur do duhet të përballen me të dyshuarit dhe të pandehurit mes tyre dhe kryebashkiakun Veliaj, nëse do dënohet apo do të marrë pafajësinë. Ndërsa në këto momente që ne jemi në transmetim të drejt për drejt, kanë kaluar 11 minuta nga ku duhet ishte i pranishëm ish kryeministri Berisha dhe kreu opozitës, i cili sapo ka mbritur me eskortën e tij, do të përshëndes simpatizantët, janë këto pamjet e drejt për drejta dhe deputetët e Partisë Demokratike që kanë ardhur ta presin. Ai ka detyrim paraqitjen për dosjen Partizani, ndërsa pritet që sot ketë edhe një vendimarrje të prokurorisë posaçme nëse do t'i komunikojë atij edhe detyrimin për t'u pyetur për dosjen 21 janari apo thjesht do t'i dorëzoj fletëthirrjen e 4, pasi 3 fletëthirret e dërguara më herët siç ka sqaruar SPAK në kronologjinë e dërgimit të tyre në Selin, në Banezë dhe në Parlament, nuk janë marrë dhe janë refuzuar të merren në dorëzim, ndërsa vetë Berisha ka deklaruar se kjo është një gënjeshtër, ai s'ka marrë asnjë fletëthirrje, në momentin e parë që do ta ketë atë fizikisht, do të jetë i gatshëm të përgjigjet për çdo interes që ka SPAK-u për të fetuar 21 janarin, jo vetëm për ngjarjen tragjike të humbjes së jetës 4 protestuesve, por Berisha po ashtu ka kërkuar edhe hetimin e organizatorëve. Janë këto pamje drejt për drejt, është futur tashmë në ambientin e SPAK në shoqërinë e avokatit të tij, Genci Gjokuta, në një ditë ku sot në fakt po ashtu opozita ka paralajmëruar dhe një protestë në 18:00 përpara selisë së qeverisë. Po Sebastian. Pra, për ta sqaruar dhe për publikun që po na ndjek, zoti Berisha shkon për 2 çështje. Është çështja Partizani, por ka pasur edhe një rast tjetër sa i përket 21 janarit. Ka të dhëna, do të pyetet edhe sot për 21 janarin, çfarë ndodh Arsen? Në fakt prania e tij në këto momente juridikisht është për dosjen Partizani në respekt të masës detyrim paraqitje, siç ndodh çdo të hënë dhe të premte në 2 javët e çdo muaji, ndërsa ende nuk ka një vendimarrje nëse po në këto momente në fakt do të pyetet edhe për 21 janarin, por SPAK do t'i komunikojë atij fletëthirrjen zyrtare për praninë që ka fizikisht të zotit Berisha dhe avokatit të tij. Do të pranojë të pyetet tani apo në një moment tjetër, kjo mbetet për të parë, por proceduralisht ka të drejtën juridike për ta refuzuar përgjigjen në këto moment, pasi masën sigurisë ka vetëm për dosjen Partizani dhe nuk ka asnjë detyrim ligjor të qëndroj për të pyetur për 21 janarin, pasi ende nuk jemi në fazën ku SPAK mund ta shoqërojë atë forcërisht, pasi do duhet edhe një vepër. Për sa i përket pranisë së zotit Berisha, është ajo për dosjen Partizani, pritet të ketë një fjalë, ndërsa në zhvillimet e tjera është edhe kërkesa për çeljen në themel të gjykimit ndaj ish-presidentit Ilir Metaj, e cila vetëm pak çaste më parë me vendimin e gjykatës është shtyrë duke i dhënë të drejt mungesës së avokatit Kujtim Cakrani, por nga ana tjetër duke vendosur ndaj tij edhe një vretje paralajmërim që të jetë i pranishëm për shkak se mungesa e avokatit Cakrani dhe vetë Ilir Metajt është bërë shkak për shtyrjen e seancës së sotme, aty ku SPAK kërkon kalimin e çështjes në gjykim. Është thjesht një pamundësi fizike për shkak pranisë së zotit Cakrani në proces gjyqësor në gjykatën e Lezhës, apo kjo një taktik për ta shtyrë. Gjykata ka thënë se do të marrin palët masa për qenë pranishëm, në të kundërt ato do të zëvendësohen me avokatët e listës kryesisht. Gjithsesi, edhe kjo seancë e ditës së sotme është shtyrë, është një përballje e cila deri diku mund të shkojë në javë, në muaj, por ajo çka SPAK këmbgulur se gjykimet duhet hapen për aq kohë sa hetimet kanë përfunduar. Kuptoj, Arsen, për ta mbyllur edhe një herë me atë që e filluam me dosjen Veliaj, në seancën e kaluar prokurori Altin Dumani dhe kreu i SPAK-ut prezantoi një material të përmbledhur prej 50 faqesh, duke kërkuar kalimin e dosjes për gjykim. Është thjesht çështje procedurale, çfarë po ndodh me dosjen e kryebashkiakut? Fakt për SPAK deri në këtë fazë hetimet konsiderohen të vlefshme për të hapur gjykimin dhe më pas çdo provë tjetër, çdo pretendim do të ketë mundësinë të shqyrtohet edhe në proces, ndërsa nga ana tjetër pritet që
brenda pak ditësh kryebashkiaku Veliaj të paraqesë një kërkesë për evokimin e masës së sigurisë me argumentat e gjykatës kushtetuese se ai u shkarkua padrejtisht, rifitoi mandatin dhe për të ushtruar detyrën e kryebashkiakut. Do të pranohet apo jo kjo mbetet për të parë, por në fazën ku ndodhet shqyrtimi tashmë është se kërkesa për gjykime pak bazohet në 13 episodet ku ata e dyshojnë zotin Veliaj nga korrupsioni aktive pasiv në shpërdorimin e detyrës e deri tek dyshimet për pastrimin e parave, jo vetëm ndaj tij, ndaj bashkëshortes, por e një rrjeti zyrtarësh e biznesmenësh të përfshirë në këtë skemë. Arsen, faleminderit, do të lidhemi sërish nëse do të ketë konferencë nga kryedemokrati Berisha kur të dalë nga prokuroria e posaçme. Përshëndes.